1. Kanceri i lukthit ndodh kur qelizat në mukozën e stomakut fillojnë të shumohen pa kontroll. Mund të zhvillohet ngadalë për vite me radhë, ndaj shpesh kapet vonë. 2. Shenjat paralajmëruese. Fryrje e barkut pas ngrënies. Të përziera, ndonjëherë të vjella me gjak. Humbje oreksi. Dhimbje në pjesën e sipërme të barkut. Ndjesi ngopjeje edhe pas pak ushqimi. Gjak në jashtëqitje ose jashtëqitje të errët. Humbje peshe të paqëllimshme. 3. Si vjen dhe çfarë e shkakton? Faktorët kryesor të rrezikut janë: infeksioni me bakterin Helicobacter pylori, ulqerat kronike të patrajtuara, pirja e duhanit, dieta e varfër me pak fruta dhe perime, konsumi i tepërt i mishit të kripur dhe ushqimeve të tymosura, historia familjare me kancer stomaku. 4. Ushqimet që e nxisin. Mishi i përpunuar, proshut, sallam, mish i tymosur. Kripa në sasi të mëdha. Ushqime me konservues nitrat ose nitrit. Pijet me gaz dhe shumë sheqer. Ushqime të skuqura ose të djegura shpesh. 5. Fakte që shumica nuk i din. Një bakteri i quajtur Helicobacter pylori është shkaktari i zakonshëm dhe shpesh nuk jep simptoma. Kanceri i lukthit është më i shpesh tek meshkujt sesa tek gratë. Të ftohtë në stomak nuk është mit, por shpesh maskon probleme serioze. Duhet shumë kohë që ky kancer të japë shenja, ndaj duhet kujdes me kontrollin e tretjes. 6. Nga çfarë të ruheni? Infeksioni me Helicobacter pylori mund të diagnostikohet me test të thjeshtë. Pirja e duhanit. Konsumi i tepërt i mishit të kripur ose të tymosur. Shujtat e çrregullta dhe ngrënia shumë vonë natën. Mungesa e vitaminës C dhe zinkut në trup. 7. Këshilla për parandalim. Konsumo fruta të freskëta, sidomos agrume, limon, portokall. Përdor perime të gjelbra dhe me fibra çdo ditë. Mos hani ushqim të prishur, të tymosur ose shumë të kripur. Bëni testin për bakterin H. pylori nëse keni probleme me tretjen. Mbani një dietë të rregullt dhe mos e lini barkun bosh për orë të tëra.